Nëse je një nga këto shenja, dikush po merr një vendim për ty. Jo çdo vendim merret nga ne. Ndonjëherë dikush tjetër është duke menduar për ne, duke peshuar një zgjedhje që mund të ndikojë drejt për drejt në jetën tonë. Energjia e kësaj periudhe astrologjike tregon se për disa shenja mund të ndodhë pikërisht kjo. Një person mund të jetë duke reflektuar, duke vendosur në heshtje për një bisedë, një mundësi ose një ndryshim që mund të ndikojë në rrjedhën e ditëve që vijnë. Ndonjëherë universi krijon situata ku vendimet e të tjerëve bëhen pjesë e historisë sonë. Prandaj është e rëndësishme të vëzhgosh me kujdes energjinë që të rrethon, sepse një lëvizje e vogël mund të sjellë një ndryshim më të madh nga sa duket në fillim. Peshorja. Kjo periudhë mund të sjellë një moment reflektimi që lidhet me marrëdhëniet dhe mënyrën se si njerëzit rreth teje po i shohin situatat që ju lidhin. Ndonjëherë universi krijon momente ku dikush tjetër është duke peshuar një vendim që mund të ndikojë edhe tek një bisedë e papritur ose një ndryshim në qëndrimin e dikujt mund të bëjë të kuptosh se diçka është duke lëvizur në prapasken. Nëse ruan qetësinë dhe vëzhgon me kujdes detajet, mund të kuptosh se disa gjëra që dukeshin të paqarta po fillojnë të marrin një formë më të qartë. Dëgjoj intuitën dhe mos nxit përfundime të shpejta, sepse një vendim i rëndësishëm mund të jetë duke u formuar gradualisht. Britsjapi. Energjia e kësaj periudhe mund të bëjë të reflektosh për mënyrën se si disa njerëz rreth teje po i shohin situatat që lidhen me ty. Ndonjëherë universi vendos përpara nesh momente ku duhet të kuptojmë se vendimet e të tjerëve mund të ndikojnë në rrugën tonë. Një bisedë e papritur, një ndryshim në qëndrimin e dikujt ose një sinjal i vogël mund të bëjë të kuptosh se diçka është duke u vendosur në heshtje. Nëse ruan qetësinë dhe mendon me kujdes për çdo situatë, mund të kuptosh se një vendim që po formohet mund të sjellë një drejtim të ri për ditët që vijnë. Binjakët. Kjo periudhë mund të sjellë një moment ku duhet të vëzhgosh më me kujdes mënyrën se si disa njerëz po komunikojnë me ty. Ndonjëherë universi dërgon sinjale përmes ndryshimeve të vogla në sjelljen e dikujt. Një bisedë, një mesazh ose një heshtje e papritur mund të bëjë të kuptosh se dikush është duke menduar për një vendim që lidhet edhe me ty. Nëse dëgjon intuitën dhe i kushton vëmendje detajeve, mund të kuptosh se disa situata që dukeshin të zakonshme po fillojnë të marrin një kuptim më të thellë. Qetësia dhe vëmendja ndaj detajeve mund të ndihmojnë të kuptosh më mirë këtë moment. Akrepi. Energjia e kësaj periudhe mund të bëjë të reflektosh për mënyrën se si disa situata po zhvillohen rreth teje. Ndonjëherë universi krijon momente ku një person tjetër është duke menduar për një vendim që mund të ndikojë drejt për drejt në jetën tënde. Një bisedë e papritur ose një ndryshim në energjinë e një marrëdhënieje mund të bëjë të kuptosh se diçka është duke u vendosur në heshtje. Nëse ruan qetësinë dhe dëgjon intuitën, mund të kuptosh se disa gjëra që dukeshin të paqarta po fillojnë të marrin një drejtim më të qartë. Mos nxito në përfundime, sepse disa vendime kërkojnë kohë për t'u formuar. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe shkruaj fjalën vendimi nëse mendon se dikush po mendon për një vendim që lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.